$217 milion sukses, cili është filmi që krejtëve na pëlqen, po kritikët e filmit e urrejnë. Filmi Michael sapo ka bu diçka që pothuajse nuk ndodh kurrë në Hollywood. Nga njëna anë kritikët e kanë masakru këtë film me vetëm 30 deri në 40% skor, ku disa po thojnë superficial, i sigurt, madje edhe i dopt. Po nga ana tjetër, publiku është i obsesionuar me mbi 95% audiencë skor, rekord për një film të llojit tillë edhe mbi $217 milion vetëm në opening weekend, që cilësohet si rekord historik. Po çka po ndodh realisht? Filmi po fiton sepse nuk është bu për kritik, është bu për fansat. Ai tregon veç për periudhën deri në vitin 1988, duke injoruar totalisht skandalet edhe akuzat. Everybody wanted to meet Michael or be with Michael. Edhe pikërisht, këtu fillon krahasimi interesant. Dokumentari Leaving Neverland ishte komplet e kundërta, ku kritikët e adhurojnë me 98% skor, po publiku shumë më i ndarë, madje edhe skeptik. Ndërsa sot me Michael kritikët po e refuzojnë, ndërsa publiku po e përqafon masivisht. Plus të e di që fansat e Michael Jacksonit janë me një tjetër nivel. These were the fans who had gathered outside the hotel just to get a glimpse of Michael Jackson. And this was all before social media. Kjo tregon diçka shumë më të madhe se veç një film. Kritikët kërkojnë të vërtetën, kompleksitetin, anën e errët, kurse publiku kërkon ndjenje nostalgjike edhe legjendën. E kur bëhet fjala për Michael Jackson, krejtë zgjedhin legjendën. Just gotta get him out. Vazhdimi i Michael është miratu për prodhim me emrin King of Pop Michael Jackson. Kjo vjen pasi Michael i ka thyt gjitha rekordet për filmat biografik edhe filmat muzikor, si Bohemian Rhapsody, Rocketman, Elvis e Straight Outta Compton, duke arrit një hapje globale prej $217.4 milion. Pra pyetja nuk është filmi i mirë, po a dojna me pa të vërtetën apo diçka që na pëlqen? Let me know në komente e mos harro me bë follow Urban FM në krejt platformat sociale e subscribe në YouTube.